Ratifikimi i planit amerikan për Gazën shënon nisjen e fazës së parë të armpushimit dhe lirimin e pengjeve është shpritur me optimizëm në kryeqytetet evropiane. Liderët e Bashkimit Evropian i cilësuan marrëveshjen si një zhvillim pozitiv dhe konkret që mund të hapë rrugën drejt një paqeje të qëndrueshme në lindjen e mesme. Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se Franca është e gatshme të kontribuojë për zgjidhjen politike të konfliktit. Kjo marrëveshje duhet të shënojë fundin e luftës dhe fillimin e një zgjidhjeje politike me fokus krijimin e një shteti të pavarur deklaroi Macron. Në të njëjtën linjë, drejtues të tjerë të Bashkimit Evropian e cilësuan ujdin një mundësi që duhet shfrytzuar duke i bërë thirrje palëve të ndërmarrin hapa konkret drejt paqes afatgjat. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nënvizoi angazhimin e Brukselit për ndihmën humanitare dhe rindërtimin e Gazës. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë shpërndarjen e shpejtë dhe të sigurt të ndihmave humanitare dhe kur të vijë koha do të jemi gati të ndihmojmë me rimbëkëmbjen dhe rindërtimin, u shpreh von der Leyen. Edhe shefja e politikës e jashtme e BE-s Kaja Kallas garantoi mbështetje të plotë për zbatimin e marrëveshjes së armpushimit. Nga Ramallah, presidenti i Autoritetit Palestinez Muhammad Abbas përshëndeti marrëveshjen duke i quajtur një prelud për një zgjedhje të qëndrueshme politike që do të çojë krijimin e një shteti palestinez në kufi te 4 qershorit 1967. Por ndërsa Europa dhe Shtetet e Bashkuara flasin për paqe të dy shtetet, qëndrimi i Izraelit mbetet i pandryshuar. Vetëm një muaj më parë gjatë një vizite në një vendbanim në Bregun Perëndimor, kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se nuk do të lejojë krijimin e një shteti palestinez, të cilin e përshkroi si shpërblimi përfundimtar për Hamasin pas masakrës më të madhe ndaj hebrejve që ka Holokausti.